Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin tonë Realitete Ekonomike. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës të zotit Besnik Vati, antar i bordit drejtues të shoqatës së operatorëve turistik të Shqipërisë. Zoti Vati, faleminderit që na mikpritët. Faleminderit që erdhët. Së bashku me zotin Vati duam të zhvillojmë një bisedë lidhur me mënyrën se si adresojnë tensionet në lindjen e mesme turistët në Ballkan, por sidomos në vendin tonë në Shqipëri. Zoti Vati, si mund të ndikojë për shkallëzimi i luftës në Iran tek numri i turistëve që vizitojnë vendin tonë në verën e këtij viti, por edhe gjatë gjithë vitit 2026? A mund të sjellë ky konflikt një zhvendosje të turistëve nga lindja e mesme që janë, si thua, për të vizituar vendet e bukura të kësaj zone drejt vendeve më të sigurta, duke përfshirë dhe Shqipërinë? Kuptohet që pyetja juaj kërkon një përgjigje çik më të thelluar, pasi analiza e situatës tashmë është e tillë që duke marrë në konsiderat që lindja e mesme, që është prekur nga lufta, nuk është thjesht një vend destinacion, rajon destinacion për pritjen e turistëve të huaj, madje pjesa më e madhe e vendeve të lindjes së mesme nuk janë pritse apo të orientuar për pritjen e turistëve. Vetëm 2-3 vende në lindjen e mesme presin turist, pjesa tjetër janë gjeneruese të turizmit. Madje gjatë sezonit të verës ata kanë gotën të kthyer në krahun tjetër, më shumë gjenerojnë se sa presin, edhe vendet pritse si Emiratet. Në këto kushte edhe Shqipëria ka qenë ndër vendet pritse të turistëve nga lindja e mesme, për shkak të fluturimeve direkte që janë nga Emiratet e Bashkuara, Dubai, nga Tel Avivi, Izraeli, nga Arabia Saudite, nga Kuwaiti, apo pritej të fillonte edhe nga Jordania. Kuptohet që, siç thash, vendet të tilla ose fluturimet në pjesën më të madhe gjatë verës janë të mbushura 80-90% me turizëm drejt Shqipërisë, se sa me turizëm shqiptarësh drejt vendeve të lindjes së mesme. Dhe unë mendoj që numri i këtyre turistëve që mund t'i mungoj nëse situata e luftës vazhdon, do prek realisht turizmin në Shqipëri. Dhe sa do të ndikojë zhvendosja pastaj e turistëve që do të shkonin në lindjen e mesme drejt vendeve të tjera, përfshirë edhe Shqipërinë, kjo është e pamatshme, pasi ne nuk kemi një turizëm të ngjashëm me lindjen e mesme, nuk kemi të njëjtin produkt turistik, gjeografikisht apo edhe nga vetë tipi, lloji, natyra, historia, kultura e këtij lloji turizmi. Por nga ana tjetër vetë turistët europianë dhe përgjithsisht turistët në botë në periudhën e kësaj lufte ka një tkurrje, ka një tërheqje, ka një stopim të rezervimeve dhe ulje të rezervimeve, dhe do të duhet ndoshta të kalojë një farë periudhe për të parë efektet, sa do të jetë diferenca përfitimi nga humbja. Nëse çmimet e naftës, zoti Vati, vijojnë të rriten si pasojë luftës dhe konfliktit në lindjen e mesme, sa do të rriten në gjykimin tuaj kostot e transportit ajror, por edhe aty rrugor për turistët që vinë në vendin tonë? A do të ndikonte një rritje e çmimit të karburanteve tek biletat e avionëve për në Shqipëri? Dhe në rast se po, a mendoni se mos turizmi jonë që ka një pjesë të imazhit edhe si turizëm ku mund të harxhosh pak dhe të kënaqesh, mund t'i largohet këtij imazhi dhe bëhet pak më i shtrenjtë? Duhet kuptojmë që të gjithë efektet e rritjes së çmimeve të karburantit do jenë të njëjta në të gjitha vendet. Kështu që a mundet të jetë Shqipëria me çmime më dëmtuara, nuk besoj, se sa pastaj e kemi çmimin e karburantit më të lirë, më të ulët se vendet e tjera. Ne tashmë në total çmimet i kemi më të ulta. Kështu që edhe në qoftë se do ketë rritje, do jetë rritje
që nuk do godasi turizmin shqiptar në veçanti. Ndërkohë, duhet duke ndarë për fluturimet ajrore, ka dy efekte. Efekti i parë është tek fluturimet charter. Të fluturimet charter rritja do t'jetë menjëhershme nëse çmimi i karburantit vazhdon të qëndrojë lartë sa që është, gjithnjë në skenarin se lufta vazhdon dhe nuk ndërpritet. Kuptohet që pra fluturimet skedul e kanë në klauzol që çmimi u rritet dhe do ndikojë dhe mund ndikojë te numri. Ndërkohë fluturimet e skeduluara janë fluturime një çik më të vështira ta ndryshojnë çmimin. Ta pësojnë ndryshimin e çmimit menjëherë, sepse ato luftojnë edhe në kushtet e kërkesë ofertë. Në kushtet e luftës bjen kërkesa, ndërkohë fluturimet, kapacitetet e vendeve në fluturim janë fikse, kompanitë ajrore, sidomos low cost, s'duan të humbin nga vendet e uljes, madje ato tashmë në 2 muajt e parë kanë filluar të ulin për arsye duke dhënë oferta më të ulta, tendencë e përgjithshme pastaj do jetë rritja, por për momentin këto kompanitë e fluturimit. Ajo që goditet më shumë është ajo pjesa e sektorit të transportit rrugor brenda që e përcjell menjëherë rritjen e çmimeve në të gjitha. Dhe është një pasojë e dytë, pastaj ju e dini, e tërë ekonomia mbështetet në karburantet, ka një efekt zinxhir. Ka një efekt zinxhir, rritje çmimesh kudo dhe rriten çmimet në të gjithë sektorët. Pastaj duke matur sa efekt do ketë rritja e çmimeve në uljen e numrit të atyre që do fluturojnë, kjo është akoma nuk parashikohet. Në gjykimin tuaj, a mund të ndikojë në të kurje pasiguria ndërkombëtare tek investimet e reja në turizmin ton, sidomos në prek drejtet kemi parë disa projekte interesante? Nuk besoj se do të ndikojë në investime, sepse së pari Shqipëria nuk është prekur fizikisht, politikisht nga kjo luftë. Ne edhe gjeografikisht jemi në kufi të parë të vendeve më të sigurta, larg Greqisë dhe Turqisë, të cilat e kanë pësuar në një farmase gjeografikisht efektin e pasigurisë globale, nuk besoj se do ketë ndonjë efekt. A duhet të, pyetje parafundit zoti Vati, që vendi të ndryshojë strategjinë e tij të marketingut turistik në vitin 2026 për të theksuar sigurinë dhe stabilitetin? Unë do të thoja po jo thjesht duke theksuar sigurinë dhe stabilitetin. Gjithnjë ka vend për përmirësim të rritjes, përmirësim të marketingut të turizmit të vendit. Unë shpesh kam thënë që ne i kemi braktisur panajiret gjatë këtyre 3-4 viteve, nëse para 3 viteve ne merrnim pjesë në 20-30 panajire, ne marrim pjesë në 2-3 panajire. Pjesëmarrja në panajire nuk është një shpenzim i kod, një shpenzim nuk mund të përballohet promovimi i vendit në rrjedhje të lirë, le të bëhet nga TikTok-sat apo Instagram-s, nga influencers. Turizmi kërkon promovim të produktit, të veçorive, të ngjarjeve, të të atyre që përbëjnë historitë të suksesit, duke nxjerrë atë që Shqipëria në fund të mos ketë thjesht rritje numrash, hyrjesh në kufi, si që theksem her pas herë, por Shqipëria të ketë rritje të ardhurash, rritje të netëve turistike, shfrytëzim sa më të madh të kapaciteteve hoteliere. Dhe nga ana tjetër,
kur themi rritje të numrit, mund të ketë dhe duhet të ketë rritje të numrit, sepse nëse kapacitetet tona mund të shfrytëzohen afër maksimumit vetëm për një muaj e gjysmë, e gjithë periudha tjetër është një hapësirë e pamatë që mund të mbajë 2 deri në 3 herë më shumë turistë se sa mban aktualisht, gjithnjë duke bërë politika tërheqëse serioze, nxitse për turizmin, madje, kur them nxitse financiarisht duke nxitur me qëllim që të mbushen periudhat e zbrasta, apo që kanë numra të ulët, me qëllim që të rriten të ardhurat në total, vjetore. Pyetja e fundit, zoti Vati, për sot, në gjykimin tuaj, ndoshta shumë i vështirë parashikimi, sepse të varet shumë nga zgjatja e konfliktit në lindjen e mesme, por i ka gjasat turizmi jonë që edhe për këtë vit të jetë me disa shifra sërish në rritje, apo të kura që ka ardhur nga ky konflikt që tashmë po zgjat mbi 38 ditë ka bërë të vetën dhe si thua mundet të shikojmë një turizëm në vend numëror. Në gjykimin tuaj, me të gjithë pronotimet që kemi patur deri tani, me sfidën e jashtëzakonshme të muajit mars që ishte në kulmin e konfliktit, shikoni në një dritë në fund të tunelit për turizmin tonë për këtë vit? Shiko, duke gjykuar gjithnjë për skenaret e ndryshme që mund të paraqiten për luftën në lindjen e mesme, një gjë është e sigurt që zgjerim për shkallëzim besojmë më që nuk do ketë. Urojmë të gjithë. Dhe kjo është një siguri që na jep që shiko, Shqipëria do ta ketë turizmin e tij, se ku, se nga, se për ku, kjo është e pasigurt, por që do ketë dhe do ketë. A do ketë rritje, a do ketë stopim, a do ketë ulje, kjo është e vështirë të parashikohet. Nuk duhet të jemi optimist të sëmur, jo, nuk ka se. Jemi shumë të drejtë për të. Me idenë që shiko se po bëhet luftë, jemi qendra e sigurisë botërore, ne do të kemi, do të thithim gjithë turistët nga bota, por nga ana tjetër, le të shpresojmë në skenarin më të mirë të mundshëm, lufta u ndal sot. Le të themi në 2 javë do ketë një marrëveshje të përhershme që zgjidh çdo gjë dhe ne kemi parë edhe nga ngjarjet e mëparshme që vende të tilla si Izraeli e rifillojnë menjëherë aktivitetin për 2-3 javë mbas sigurisë së arritjes së marrëveshjes. Dubai, Emiratet, vendet e lindjes së mesme do rifillojnë, urojmë menjëherë. Nuk e